Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mi mbrëma, ku do që në ndeshën të ndëruar shikues, thuj se përnumërohen jo vetëm ditët, po edhe orët në vjem nëse mund të ketë një shpejtim këtij procesi politik nga një inskenim blokade e re që mund të çojë drejt zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme si rezultat i mos zgjidhjes së temës së presidentit. Edhe pse vetëvendosja ka mbi 51% të votave, nga kjo parti ende nuk janë deklaruar me zë dhe figurë në mënyrë të qartë se kush është kandidati që ky subjekt politik e sugjeron, e rekomandon që të jetë presidenti i Republikës së Kosovës. Ajo që dihet tashmë qartësisht së paku drejt tash është që ky subjekt politik shpreh rezervat e tij të hapura se nuk mund të jap vot për presidentin aktuale, Vjosa Osmani, siç tha Konjusa, një president konsensual mbase do të mund të ishte vetëm njëri nga familja Jashari, gjë që vetë antari i kësaj familje, Murat Jashari, prej razi tha se vetëm në situata të jashtëzakonshme, ekstremisht dhe të një lufte civile, ata do ta shihnin me rëndësi kontributin e tyre për vendin. Përndryshe, nuk do të refuzojnë të jenë pjesë e çdo kalkulimi, e çdo inxhinieringu politik që edhe kjo familje të bëhet pjesë e këtyre platformave për pushtet. Nga PDK nuk ka emër, nga LDK nuk ka emër, nga AK po ashtu nuk ka emër, edhe pse kjo parti duket që nuk është fare interesuar të jetë pjesë e këtyre platformave diskutimit. Nga Nisma po ashtu është vetofru si kandidat për president akademiku Arsim Bajrami. Një lloj zallamahie, lloj të vet. Kush në fije nuk po arrin t'i bje se çka po ndodh me Kosovën e sotme, e aq më tepër të nesërme politike. Me 4 mars, po nuk u zgjidh presidenti, po nuk pat Kosova president, me 5 mars Kosova do të ketë ushtrues detyre të presidentit zonën Albulena Haxhiu, kryetare edhe e kuvendit të Republikës Kosovës. Analizë me njohjen e mirë të zhvillime politike, jo vetëm në vend, edhe atyre rajonale ndërkombëtare, Afrim Kasulli. Kasulli, po vjen interesimi gati i madh i tërë vitit kaluar, edhe i këtij viti, edhe i vitit 2024 thuajse me temën e njëjtë. Siç ka thënë, po inskenohet një blokadë, që kjo blokadë të prodhoj zgjedhje të jashtëzakonshme. Procesi po shkon në drejtim sipas jush përfundimisht, edhe pse kanë mbetur, po them. Po ja lëm edhe pak kohë, po numërohen, çfarë them. Po ja lëm edhe pak ditë kohë në mënyrë që të verifikohet mbase përfundimisht profecia ime politike, nëse preferoj të përdori kësi terma, u kam thënë para sa kohë që dinamikat po çojnë në drejtim, mirë po jemi përballë një situate paradoksale të re për herë të parë në mënyrën se si funksionon skena politike, duket që jo vetëm vitin e kaluar, por edhe këtë vit po sprovohemi me risi të reja politike, nga se është hera e parë në historinë të paktën prej shpalljes së pavarësisë që paraprakisht nuk dihet emri i kandidatit për president ndërmjet partisë fituese të zgjedhjeve deri në momentet e fundit, do të ketë apo s'do të ketë. Pra kemi një qëndrim thuajse të deklarative publike të gjitha subjekteve politike parlamentare që nuk janë të interesuar për zgjedhje të jashtëzakonshme, mirë po që asnjëra nuk kanë asnjë emër për president. Kjo është një situatë e re paradoksale, mirë po dhe nëse shohim mënyrën se si janë ndërtuar deri më tani koalicionet, ne për shembull në vitin 2007 është ditur parafërsisht që presidenti do t'i takonte Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryeministri i PDK-s në 2010-ën, Bexhet Pasulli dashim thotë që me koalicionin parazgjedhor kandidonin thuajse për të njëjtën kandidonin për këto pozicione ndarazi. Vazhdimisht do thotë, po edhe vetë koalicioni paraprak, koalicioni LDK më pastaj PDK është ditur që në fillim kur Isa Mustafa e mori pozitën e kryeministit është ditur që ajo e presidentit ishte rezervuar Partisë Demokratike të Kosovës, po edhe koalicioni paraprak ndërmjet lëvizjes dhe vendosjes dhe listës Guzo ishte i qartë në këtë drejtim. Të dy do thotë si Albin Kurti ashtu dhe Vjosa Osmani do thotë konkurronin së bashku në këtë platformë. Nuk ishte pa di kush votonte për koalicion, votonte. Është e kuptueshme që presidenti zgjidhet nga kuvendi, por në një farë mënyrë kush votonte për këtë
koalicion parazgjedhor votonte që këta dy persona të ishin në këto dy pozita të rëndësishme shtetërore, njëri për president dhe tjetër. Ndërkohë është hera e parë, do të thotë, kur kanë mbetur edhe pak ditë para domosdoshmërisë gjetjes së një kandidati, plotësimit të këtij kriterin ende nuk dihet asgjë, përpost disa takimeve formale që janë bërë ndërmjet Albin Kurti dhe dy përfaqësuesve të subjekteve opozitare, por siç e tham edhe atë ditë, ato takime nuk japin asnjë lloj garancie në vetvete se mund të shkohet në drejtim të kalimit të kësaj bllokade, sepse s'ka asnjë iniciativë as për sigurim të nënshkrimit në kotimin. Është qartë për ju deri tash, deri këtë të premte. Çka dihet qartësisht? Që dëgjoj. Çka dihet për kë është mesazhi i qartë politikisht? Ndëgjor, Rit, kjo që ajo që e kam thënë, mesazhin e qartë deri tash. Nuk ka mesazh qartë, se dhe lëvizja vetëvendosje duket që publikisht nuk po arrin të artikuloj aq sa duhet pozicionin e saj pse nuk e mbështet Vjosa Osmanin. Veçanërisht pas disa, siç kemi thënë, pas disa sukseseve diplomatike që i ka pasur kjo kohë në fundit, është krijuar një lloj përshtypje, jo vetëm në Kosovë, por edhe analistë ndërkombëtar tashmë po e thonë që mbase njëra prej arsyeve pse po nguron lëvizja vetëvendosje ta mbështes Vjosa Osmanin ka të bëjë pikërisht me afërsinë e saj me administratën Trump. Dhe kjo mund të rikthehet në bumerang lëvizjes vetëvendosje për shkak sepse tjetër është nëse kandidati për president është ja atakuar apo i hetuar për afera korruptive apo diçka tjetër, por jo pse i relakson marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas informacioneve që vijnë, mirë të verifikuar nga vetvendosje, a janë të sakta ato informacione, a paraqisin rrëfimin e vërtet, kjo është çështje tjetër, por këto informacione flasin se zonja Osmani fare nuk e ka njoftuar kryeministrin Kurti për shkuarjen e saj në Davos me rastin e nënshkrimit të dokumentit të rëndësishëm të asaj iniciative të Trump për bordin e paqes. A është në rregull, si do të qoftë për ju, nëse qëndrojnë vërtet ato informacione, mos informohet figurat censore politike e Kosovës? Ndëgjorit, për te asaj historie kritike të zotit Kurti me Washingtonin. Nuk du ta justifikoj, nuk absolutisht nëse kaksi qare, kaksi mos komunikimin fundit, kjo nuk është në interes të shtetit të Kosovës. Mirë, po mund përdoret si justifikim nga ana e presidentës se në atë kohë kryeministri Kurti ka qenë vetëm kryeministër në detyrë, jo kryeministër fuqiplot kur është nënshkruar akti themeltar në Davos të Zvicrës. Pra po thamë, dëshiroj ta justifikoj këtë mos komunikim ndërmjet dy instancave kryesore të pushtetit në Kosovë. Mos komunikimi, gjë që normal kjo ndëgjorit, ky antagonizëm në raportet ndërkombëtare sa i përket këtyre dy personaliteteve është i hershëm, do thotë ka kohë që ka filluar të vrehet në opinionin publik, pavarësisht se të dy kanë qenë të kujdesshëm dhe kanë tentuar që t'i mirëmbajnë dhe të mos i lejojnë që të ketë në opinionin publik shumë zhurmë për raportin ndërmjet tyre. Ka pasur momente kur Vjosa Osmani ka qenë shumë e afërt në aspektin e interesave shtetërore të Kosovës me qëndrimet e kryeministrit Edi Rama sa me Albin Kurti. Nëse të kujtohet, kryeministri Edi Rama në vazhdimsi ka bërë thirrje që Kosova t'i zbatojë obligimet e saj në marrëdhënie të drejtë për drejtë me Perëndimin sa i përket zbatimeve, në marrëdhënie të drejtë për drejtë me Perëndimin, duke e anashkaluar qëndrimin dhe sjelljen e Serbisë, pozicion ky i cili nuk përkrahet nga qeveria e Kosovës. Dhe Vjosa Osmani në disa raste ka mbrojtur publikisht këtë tezë që Kosova duhet ta riimitojë modelin e Ahtisarit, i cili në bazë të cilit ka negociuar së bashku me Serbinë, por në fund në mënyrë të njëanshme Kosova i ka zbatuar ato për shkak të premtimit. Pra kanë qenë qëndrime diplomatike thujse gati identike me kryeministrin Edi Rama sesa me pozicionin diplomatik dhe shtetëror të qeverisë së Kosovës. Është vrejën këto tensione dhe siç duket po i hakmerren politikisht në këtë rast, mirë po sfida kryesore me cilën tash ballafaqohet ka një trashëgimi çari atyre. Ka një trashëgimi, sfida kryesore me cilën ballafaqohet vetvendosja është se si ta gjejë një lloj justifikimi në mënyrë që ta zhvesh veten nga përgjegjësia politike për mos nominimin e mundshëm të Vjosa Osmanit. Dhe në këtë drejtim e tha qartë e tha qartë Kosovës i duhet një president konsensusi. Këtë konsensus e përmbush
Familja e Shore, ndëgjo. Kushto nga familja e Shore? Ndëgjo rreta arsyetimi që kese nuk dëshirojmë ta mbështetim opozitën për muri është çështja si ndodhi që lëvizja vetëvendosje befas mbrenda natës u bë kaq e mëshirshme ndaj pozicionit të opozitës, ndaj fatit të saj politik. Fakt kjo është përpjekje për ta përdorur opozitën si arsyetim sepse nuk po e nominojnë Vjosa Osmanin nga se të njëjtit nuk kanë asgjë kundër. Pra që ta zhvendosin, që ta zhveshin veten nga përgjegjësia dhe të tentojnë ta mbajnë konfliktin politik ndërmjet Vjosa Osmanit dhe opozitës njërën. Dhe tha këtë edhe në një moment të caktuar pas takimit me liderin e LDK-s Albin Kurti, paktën deklarativisht dhe publikisht nuk e përjashtoi mundësinë e një marrëveshje politike me LDK-n, nëse s'përmendja emër, por nuk kuptohet që fjala është edhe për Vjosa Osmanin. Mirë po tha që parakushti është që gjithë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës duhet të qëndrojnë në sallë, nëse parti tjera politike, në këtë rast PDK e Aleanca, kanë bërë ditur që nuk kanë votë për Vjosa Osmanin. Kështu që të realizohet ky skenar, ky nuk mund të bëhet pa Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe fajin duhet ta kërkoni te mungesa e unitetit politik brenda LDK-s sesa tonë. E unë nuk mund ta ndërtoj unitetin e brendshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Apo i çon mesazh Kurti direkt zonës Osmani tash ako. Mirë të pafshim, zoni Osmani, këtu i ndajmë rrugët politikisht, me tutje, kanë këtë fuqi politike dhe lëvizi vetë. Absolutisht mesazhi është shumë i qartë, besoj që Vjosa Osmani e ka kuptuar, por i mbështjellur me këtë justifikim publik që nuk jam unë fajtori pse nuk mund të vazhdohet mandati i dytë presidencial, por problemi është tek subjektet të tjera opozitare, është mungesa e unitetit brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkohë informacione po thonë që edhe lista guxon nuk është unike sa i përket kësaj pune, mbetet të shihet se janë të sakta këtu, sepse Donika Gërvalla është kundër Vjosa Osmanit. Pra, me një LDK të përqar, me një iniciativën guxo të përqar, me një PDK kundër, dhe që transmetohet mesazhi që fati yt politik u paracaktua nga mos mbështetja e partive opozitare dhe jo nga qëndrimi. Është shumë e mundshme të mos kemi president të zgjedhur para datës 4 mars. Gjitha indikatorët po çojnë drejt skenimit të një krize të re dhe të një bllokade të re politike. Ndoshta prap e mbroj pikpamin, e mbroj insistimin që edhe nëse do të kemi një blokadë të këtillë politike, tema e presidentit në vetvete nuk është arsye pse vendi po shkon. Janë arsye tjera, janë arsye tjera ndërkombëtare dhe ndonjëherë në Serbi është ka zhvilluar një debat, pavarësisht që mund duken spekulime, interpretime të tilla që mund të ketë një iniciativë të re diplomatike amerikane për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë disa lëvizje nuk janë të rastishme. Një ditë pas takimit të presidentës Vjosa Osmani me Marko Rubin, të nesërmen u takua ministri i punëve të jashtme të Serbisë Gjurish. Nuk mund të vetëm rasti këto takime nuk mund të jenë. Duke që prapasken mund të ketë një zgjedhje për të shpëtuar një president amerikan, për të shpëtuar mbase ndonjë presioni të mundshëm amerikan për një iniciativë të mundshme diplomatike për zbatim të shpejt, pa e kujvokët të marrëveshjeve. Unë personalisht në vazhdimsi kam mbrojtur këtë tesë çdo blokadë, edhe blokada e vitit kaluar, edhe kjo që mund të krijohet për shkak të temës presidentit, më tepër ka të bëjë me kalkulime tjera të jashtme mbi pozicionin e Kosovës sesa nga pavësia për të zhvillimin e Serbi, atë zgjedhjet atje që do të bëhen. Nëse vendi shkon në zgjedhje, pastaj edhe në Serbi do të kemi zgjedhje të reja parlamentare pas gjysmës së dytë të këtij viti shtator, do thotë në këtë drejtim, do thotë ky vit do të jetë vit elektoral për dy vende dhe gjë që do ta pamundsonte çdo lloj nisje serioze të ndonjë iniciative të mundshme diplomatike amerikane, sepse nuk do të ketë adresë të qartë të Washingtoni. Pse të ketë drojë Kosova nga Washingtoni? Po ndëgjoj tash kjo. Pse? Ndëgjoj, kjo është pyetja logjike është pse? Pajtohem plotësisht që nuk do duhet kishte drojë, mirë, por ne tash i dimë edhe se çka ka ndodhur në vitin 2020 nëse të kujtohet, duket frikas që nuk mund ta përballojë ndonjë presion të mundshëm, ndonjë uragan diplomatik amerikan, dhe atëherë çështja më e mirë është ikja, çështja më e mirë është strukja sesa ballafaqimi me të. Këshilli amerikane nuk kupton shmangje
për zonje e madhe e Rusisë nga ky rajon. Absolutisht. Përfshira amerikane, detyrimi i Kosovës dhe i Serbisë që të zbatojnë vetë ato detyrime që kanë marrë në Bruksel, nën kupton që të ketë sa më pak Rusi në rajon. Absolutisht, nëse ka pasur paqartësi. Dhe të ketë sa më shumë paqe, të ketë konsolidim më të madh të një mjedisi ku mund të lëvizojë ekonomia dhe paqja. Nëse ka pasur dilema të krijuara panevojshmërisht në mënyrë të spekulimeve mediale në fillim të administratës Trump, kësaj klime i kanë kontribuar madje edhe propaganda serbe, Vučići, Milorad Dodiku e tjerë se si po e presin me padurim fiturën e Trumpit për ta përforcu pozicionin diplomatik të Serbisë në Washington. Tashmë është qartësuar dhe kristalizuar pa asnjë ekivok pozicioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai ndodhet i brenda shkruar në ligjin e ri të mbrojtjes, i cili është shumë voluminos, por ne po flasim vetëm sa i përket orientimit për Ballkanin Perëndimor, sa më pak Rusi në Ballkanin Perëndimor dhe inkurajim, shqota çfarë paradoksi, nëse duket në shikim të parë që SHBA nëse duket që kanë qëndrim jo shumë afirmativ ndaj Bashkimit Evropian, ndërkohë pikërisht ligji i ri i mbrojtjes në mënyrë decisive e shtron nevojën e përshpejtimit të integrimit të rajonit në kuadër të strukturave të Bashkimit Evropian. Kështu që ka përputhshmëri të plotë ndërmjet synimeve tona të deklaruara shtetërore, normalizim të raporteve me Serbinë, realizim të agjendës euro integruese dhe këtij pozicioni zyrtar. Unë po flas për pozicionin zyrtar. Interesi strategjik i Republikës tonë Interesi strategjik i Republikës tonë është që të ketë një Serbi që pranon realitetin historik. Të heqdor nga mendësia e nacifikimit, jetë një Serbi e pa denacifikume, së paku kushtojnë qëllimet, të ketë një rajon ku së shpejti mund të integrohet në NATO dhe Bashkimi Evropian, sa më pak Rusi e ki në rajon. Interesi strategjik e Republikës Kosovës, pse lider duhet kalkulojnë, pse të përjetojnë ankth nga një administratë amerikane. Dëgjore, kjo ka të bëjë sepse ekzistojnë edhe disa parakushte dhe që duhet të plotësohen nga të dy vendet. Ekzistojnë disa parakushte. Kanë marrë zotime të Kosovës. Dëgjoj, po pajtohem që kanë marrë, mirë pa ato zotime kanë marrë. Dëgjoj, ato zotime unë pajtohem edhe kam thënë disa herë që nuk ka shpëtim nga këto detyrime, ka vetëm vonim. Por i gjithë insistimi politik, do thotë, gjithë strategjia dhe taktika politike që mund të jetë në këtë rast e lëvizjes vetëvendosje, por edhe në Serbi në këtë drejtim është që të fitohet edhe narracioni i mbrëmshëm para se të fillon zbatimi i këtyre detyrimeve. Dhe edhe skenari për ta, dëgjoj, nuk e kam parë të zhveshur edhe skenarin për përfaqësuesin që për president të nominohet njëri nga përfaqësuesit e familjes Jashari, nuk e kam parë të zhveshur nga ky dimension. Në një anë iniciativa, do thotë aksionet në pjesën veriore, në anën tjetër që kryhet shtetit po ashtu të përdoret ndonjë përfaqësuesi i familjes Jashari si bekim politik për zbatimin e këtyre detyrimeve. Arsyet pse do thotë Jashari për mendimin tim bën mirë që refuzuan këtë pozitë, ata nuk e refuzuan postën e presidentit në vetvete, nuk e refuzuan. Po klima politike me cilën u tentua që të kërkohet shpëtimi tek familja Jashari nuk është e përshtatshme dhe është kompromituese për rolin e tyre, për rolin dhe vlerën simbolike që e kanë në shoqëri. Për zotimet që kanë marrë në Bruksel dhe orë, në mënyrë që ato zotime të zbatohen me kollajllëk, me arsyetim, të kenë afër tyre dhe një president nga një familje heroike. Është e njëjta skem, por tashmë në një dimension më të gjerë, është e njëjta skem sikur me fatin e të pagjeturve. Do të nëse të kujtohet, prej pozicionit opozitar, Albin Kurti vazhdimisht ka mbrojtur qëndrimin që Kosova nuk duhet të vazhdoj procesin e negociatave në Bruxelles, pa e zgjidhur paraprakisht njërin prej kushteve, janë në disa tjera pa e zgjidhur njërin paraprakisht fatin e të pagjeturve. Çka ka ndodhur me të marrë pushtetin? Ka biseduar dhe e ka emëruar kryetarët e komisionit për të pagjetur
djalin e u Këshin Hotit. Mënyrë Sot ministër, po. sot ministër, e ka emëruar në atë pozitë, në mënyrë që ta relativizoj zemrimin dhe kritikën e mbrëmshme se tash ky ndryshim i pozicionit të tij politikanët bëjnë ka zonë. Po tash edhe në drejtim të punë edhe politikanët bëjnë. Pajtohen, po tash edhe ndërtojnë skenarin, ndërtojnë dukje, ndërtojnë argumente. Edhe puna, edhe sepse çështja e bashkësisë, mos harro se çështja kapitale, çështjet e mëdha, ajo sa i përket marrëveshjeve me Serbinë ka të bëjë vetëm me çështjen e bashkësisë komunave dhe me fatin dhe statutin e Kishës Ortodokse Serbe. Këto dy janë temat e mëdha kapitale me cilën janë një kafshat, e kam thënë disa herë, një kafshat e pakapërditshme politike, jo vetëm për Albin Kurti, ai është i vetëdijshëm. Dëshirojmë ta mbyllim problemin me Serbinë, mendimin e SBA-ve në këtë moment, siç po kërkon SBA-ja apo jo. Që ti duhet edhe pa kohë që ta fitoj, që ta justifikoj para opinionit. Tolerojnë ata një Rusi që gravitojnë në interesa në rajon. Unë po flas cilat janë dikush këtu në rajon ka kalkulime. Dëgjoj, unë po flas cilat janë kalkulimet e mundshme politike që po shndrohen në generator të një blokade eventuale në Kosovë. Unë për këtë po flas. A është racionale kjo në aspektin shtetëror? Duket në horizont opozita në një rol? Jo. Të paktën opozita në base ka qenë më e udhës në fund. Mund pritini takim të ri të Abdigjikut me Kurtin? Po mund ndodhin takime siç kanë thënë edhe vetë zoti Aziri që mund ta gjejmë konsensusin për presidentin me formulën që LDK ta propozon dhe pala tjetër në këtë rast vetëvendosja ta aprovon. Dëgjoj, mund ketë takime për unë jam skeptik se mund gjendën në një emër. A pranon të papritura zoti Kurti? Këto takime mund të bëhen vetëm në funksion të asaj që ne nuk po mund të dalim prej asaj skeme politike të justifikimit para opinionit publik se në fund cili ishte fajtori për blokadën eventuale. Edhe takimet që u mbajtën ishin pikërisht në funksion të këtyre pretendimeve para opinionit publik dhe takimet e tjera që mund të ketë gjatë ditëve në vim, që secili prej subjekteve politike të mund të shfaqet para opinionit publik se nuk është fajtor për këtë. Nuk diskutohet rrit mirë, por ne për konsekuenca financiare ndërlidhet direkt me stabilitetin dhe qëndrueshmërinë politike. Me një shtet që tjeti parashikueshëm politikisht. Absolutisht, unë pajtohem këtë drejtim mirë, por ne e pam një vjet funksionoj, një vjet u mbajt vendi pezull në aspektin institucional e politik me këtë lloj skeme politike dhe u tregua profitabile, sidomos për lëvizjen vetëvendosje. Ndërkohë subjektet opozitare në vend se të ndërmarrin ndonjë iniciativë tjetër politike, duke që po kalkulojnë që edhe ato mund të përfitojnë nga mënyra e... Onalu Shaku, një figurë e rëndësishme që aderoi për sa kohë që Abdigjiku është kryetar, e afërt me të, se zoti Kurti ka ndryshuar kurs, jam i lumtur. Nuk kam koment. Si e komenton pasoke? Nuk kam koment, do të është dobësimi i lidhjes demokratike të Kosovës është mas të madhe, rezultati i lojrave që ka bërë Albin Kurti me këtë subjekt politik normal edhe pa aftësisë së saj, sepse në politik gjithmonë kundërshtarët janë aty për ta grabitur elektoratin. Natyrisht. Dhe kjo mu dok një lloj vetkënaqësie mbi humbjen politike dhe mbi sforcimin e lëvizjes vetëvendosje mbi kurrizin e lidhjes demokratike të Kosovës. Mirë, po nëse të kujtohet a ditë kur interpretuam takimet, kjo ishte vetëm u bë publik, unë kam thënë këtu në këtë studio nga ajo që kam parë në bazë të gestikulimeve të tyre, të mënyrës se si dilin nga kam parë kujtohet e kam thënë këtu tekstualisht që kam parë një entuziazëm të çuditshëm nga te liderëve opozitar në këto takime që kanë pasur me. Do ta përkujtoj Kasolli. Dhe dje u konfirmu nga vetë një zyrtare e lartë, nga shefja e grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, është e çuditshme, befasuese do thotë kjo çështje. Është legitim çtrimi i tyre, por të duket e habitshme për historikun në raporteve LDK vetëvendosje dhe çastin kursin që kanë ndjek zoti Kurtin kundrejt LDK-s. Në fakt, dëgjorit këto sepse ajo u shpreh entuziaste sa i përket ftesave për takime për pozitën e presidentit që këto takimi kanë për qëllim pikërisht ta vendosin LDK-n përballë një pozicioni pa shtekdalin në raport me Vjosa Osmanin. Kjo do të jetë në fund kauza kryesore e Albin Kurtit, që ai personalisht është i gatshëm
ta mbështes Vjosa Osmanin, mirë po që mungesa e unitetit të brendshëm politik, dhe që vrehet ajo mungesa e atij uniteti, e pranojnë edhe zyrtarët e lidhjes, mungesa e unitetit të brendshëm politik të lidhjes demokratike të Kosovës na detyroi të shkojmë edhe një herë në zgjedhje të jashtëzakonshme, siç e ka bërë në mandatin e kaluar, për shkak të pafësisë së LDK-s për të shkëputur nga PDK-ja, vendi u detyrua të shkojë. Akuza kryesore do të bien këtë drejtim, mbajmë ta them këtu, mbi lidhjen demokratike të Kosovës. Tabel qitje mirë, po LDK-ja duke që është e lumtur me këtë pozicion, atëherë s'na mbetet tjetër vetëm t'i urojmë t'ju zgjasë sa më tepër lumturia e tyre politike. Lumturim politik nuk e di sa më tjetër. Po tash besoj është qartë intensa. Po qartë, por rekapitulim Kasolli. Në 8 dhe 9 të vitit të kaluar dhe para kësaj kohe, objektivisht, në këtë studio ka thënë që Kurti ka një synim të qeverisë nën kriza. Dhe ke paralimruar që edhe këto zgjedhje nuk do të prodhojnë qëndrueshmëri politike. Në këtë studio ka thënë që do të ketë përsëri zgjedhje. Kurti ka këtë synim. Ta them tash pe thon fatkeqësisht. Fatkeqësisht dhe nuk do të thotë që është një interes. Uroj të mos dalë kështu. Në çdo emision mund të them që bëhem bajat duke uruar veten që të mos dalin sakta konstatimet e mia politike. Dhe në këtë rast përsëri unë uroj që të mos dalin sakta këto dhe që drejtimi dhe që procesi politik të shkojë në drejtim tjetër nga ajo që unë po e lexoj se po shkon mirë, po fatkeqësisht jemi brenda kësaj gjeneratore të krizës, e dëshmuan zgjedhjet që Kurti ka shkatësi më të madhe lideriste, populiste për të përfituar nga kjo situatë me dy kauza të mëdha, atë të mbijetesës ekonomike dhe të sigurisë nacionale. Jemi brenda të njëjtit dimension dhe nuk është e rastishme, mos harroni, nuk është e rastishme pse ka stagnuar, pse është pezulluar edhe vendimi për shqyrtimin e tarifave të reja të energjisë elektrike. Pse rroga e 13 propozuar nuk doli në muajin shkurt. Gjitha këto nuk janë të rastishme pse janë lënë për muajin mars, pra që mbase të shihet një atmosferë. Në një skenar tjetër të hyjë në funksion edhe elektoral. Të hyjë në funksion edhe elektoral. Po të përfund këtë, domethënë Kosova mund të shkojë drejt zgjedhjeve, gati pashmangshëm sipas trendeve deri tashme, në një klimë ku udhëheqësit druajnë të marrin përgjegjësi për zbatimin e detyrimeve që kanë marrë në Bruksel dhe në orë. Ky është thelbësisht problemi që ka Kosova dhe nuk është sipas jush votimi apo zgjedhja për një kandidat. Kjo do të në mënyrë të vazhdueshme un kam thënë që kjo duket të jetë arsyeja kryesore pse vendi po mbetet në këtë blokadë dhe do të na shoqërojë, do thotë ky motiv kryesor politik që fatkeqësisht nuk është se ky krijon zgjidhje, por vetëm e shtyn problemin dhe me potencial për ta rrezikuar edhe më shumë dhe për ta bërë edhe më të pakapërditshëm, sepse kjo rezistencë apo kjo mos gatishmëri për zbatuar ato obligime me cilat vetë je pajtuar ndërkombëtarisht ka kosto politike ndërkombëtare për shtetin e Kosovës, nga se transmeton mesazhin një partneri jo serioz dhe të papërgjithshëm në raport me shpejt pritet total mandatin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, vendi mbetet pa çdo venimari mbetet pa kontroll kushtetutshmërie. Pa kuvend eventual, pa gjykatë kushtetuese, po shkojmë atë drejt atij modeli politik që disa herë kam thënë, në njërin anë është populli, në anën tjetër është pushteti, lidhja e drejt për drejt ndërmjet ekzekutivit dhe popullit dhe nuk ka nevojë për mekanizma të ndërmjetën që e cënojnë vullnetin autentik të popullor të qytetarëve të Kosovës. Falenderoj për këtë analizë. Ishte kënaqësi. Rishimi të hënën. Patjetër. Në një analizë mbase për të komentuar lajmet inkurajuese, po them, kemi ardhur në situatën që të inkurajohemi, ne si gazetar, për ne merremi me lajmin, me trajtimin e tij, dhe kemi ardhur në situatën që të inkurajohemi, të nxitemi, të jemi të inkurajuar nëse politikanët kanë vullnet për të mos bllokuar shtetin. Jemi në momentet finale, kam bindjen që në fund kryeministri Kurti mund ta nxjerrë ndonjë kandidat sa për ta plotësuar kriterin formal, dy do të jenë do thotë taktikat e tij politike në këtë situatë, do të nxjerrja një kandidati formal dhe tjetra insistimi, do thotë apo përpjekja që ta shmang sa më tepër konfliktin publik
me mos nominimin e Vjosa Osmanit duke e mbartur përgjegjësinë tek mungesa e unitetit politik në lidhjen demokratike të Kosovës, e që do të arsyetohet sa nuk ka pasur kompetenca dhe fuqi politike dhe kujtohet mandatin e kaluar. LDK s'po mund të shkputet nga PDK, këtë herë LDK nuk po mund të ketë qëndrim unik për ta mbështetur Vjosa Osmanin si kandidate potenciale për presidente. Kjo pak a shumë do të jetë dhe që ta arsyetohet edhe në këtë drejtim para opinionit publik se me gjithë dëshirën e tij ai nuk mund dhe nuk ka fuqi politike ta ndërtojë një unitet i cili është kompetencë e një subjekti tjetër politik. Falenderoj Kasolli. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.